Dhe kemi në këto momente drejt për drejti në lidhje Viber pikërisht Stacy Gruda. Stacy, përshëndetje nga Prishtina, si je? Përshëndetje. Mirë, ju si jeni? Edhe në mirë. Si kalon ti? Shumë mirë, shumë mirë. E pas ke hequr gjubletën, Po. Po, sepse ajo në fakt nuk mbahet çdo ditë aq më tepër, por kishe shkëlqyer, për shembull, janë nëse shikojmë këto foto në këto momente, ja jemi duke parë fotot edhe videot, shumë bukur të shkon shumë kjo veshje, e din? Shumë faleminderit. Je dukur shumë e bukur në logun e bjeshkëve. Ishte era parë që merrje pjesë? Po, herë e parë. Kush të tha të merrje pjesë? Kush të tha shko se duhet ta veshësh gjubletën edhe të konkurosh, edhe të kënaqësh? Me thënë drejtën, asnjëri nuk më tha. Ke një dëshirë e jemja dhe e plotësova. E plotësove, sa bukur. Por ti Stacy je me origjinë nga Lezhë, më duket? Po, me origjinë nga Lezhë dhe në këtë moment jam në Lezhë. Babi me prejardhje prej Gruç Malësisë Madhe, edhe mami prej Vuklit. Edhe natyrisht ti ke lindur në Lezhë apo jo? Jo, kam lindur në Itali dhe jam rritë dhe emigrim në Itali, por gjithmonë kam pas Lezhën dhe Shqipërinë në zemrën. Ma, come mai parli così? Po si flet ka bukur shqip, moj? Sa mirë. Na gëzon ky fakt. Mirë, fleta ule pak zërin atje, se di se duke punuar edhe po të dëgjoj njëkohësisht. Flasim me Stacyn. Gjubletën ku e more? Atëherë, gjubletën e mora te Rita Shkurtaj, dhe mi plotësoj tana dëshirat, ju thon drejtën. A i kishe veshur ti gjubletën ndonjëherë tjetër? Jo, kjo herë e parë. Ishte hera parë, Po. Dhe shpresoj jo e fundit. Jo e fundit. Në këtë konkurs morën pjesa diun disa vajza apo jo, disa vajza që kishin origjinën kështu nga Bjeshkët, nga Malësia, qoftë nga Lezhë, Malësia Shkodrës dhe jo vetëm, edhe Malësia e aty ku janë shqiptarët nga Mali i Zi. Sa ishin gjithsej, sa qika, sa vajza morën pjesë? Më falë? Sa vajza morën pjesë në logun e Bjeshkët? Nën vajza, ishim nën vajza. Nën vajza. A ishin, nga ishin konkretisht? Me origjinë ku jetonin, ishin si ti për shembull që jetonin larg Malësisë, larg Shqipërisë, apo jetonin disa edhe aty afër? Me thënë drejtën, shumica e vajzave kjenë emigrante si unë, ma shumica kjenë prej Amerikës. Nga Amerika shumica. Kam dëgjuar që shumë në logun e bjeshkëve nga Amerika dhe dim që në fakt shumë malësor që i përshëndesim andej matan natyrisht janë shumë larg në Amerikë. Dhe dëgjova gjithashtu, mora vesh sa informacionin e gazetarit kështu hulumtojmë që ti ishe e preferuara e publikut, Po, kjo gja, me thënë drejten, unë nuk fitova asnjë çmim, se të çmimet ishin 5. Unë nuk fitova asnjë çmim, po kjo gja nuk më bani përshtypje sepse publiku më vlerësoi shumë. Dhe unë njëva fituese për këtë fakt dhe për faktin që vesha gjubletën. Po, ajo është me rëndësi në fakt. Mirë, më thuaj se si... Këta vajza që sfitonen dhe u mërziten shumë. Kush fitoi? A ishe ti dakord me atë që fitoi për shkakun me vajzën, sepse e di që bëhet dhe shoqëri shumë e bukur aty mes vajzave. Po. Tana vajzat me thënë drejtën janë kanë shumë bukura dhe jashtë dhe mbrëmje, sepse bukuria jashtë vlerëson deri një farë piket. A di? Lentina që vajzat që fitoi dhe me thënë drejtën për mua e meritoi ajo sepse pashmis. Do me thënë ja urove apo jo, thënë ndryshe. Po. Mirë, Stacy, ti merresh, je marrë më herët për shembull me sfilata në Itali, apo jo, kjo ka qenë vetëm dëshira jote të veshësh gjubletën edhe të shkosh tek logu i bjeshkëve? Jo, kjo herë e parë me thënë drejtën, po që e vogël i kam pas shumë marak të sfilatat ose fotot ose...
kështu që e përjetova shumë mirë. A ishin familja jote aty? Po, tam prezent. Po, çfarë thanë më pas? U ndjen krenar ata për ty? Po, me thanë drejte, nuk i pritësha ka të shumë, po i herë babi po shumë krenar dhe kjo gjë me bani shumë të ndihem mirë. Do me thënë ti e vajza e babit apo jo? Thënë ndryshe. Po, normal. Shumë mirë. E vlezër motra ke? Jo, jam vetëm. Më thuaj Stacey, për shembull, kur të kthesh në Itali, do kthesh në Itali besoj, apo jo? Po. Çfarë bën në Itali? Studion? Unë mësoj dhe gjithashtu punoj. Punon, shumë mirë. Mësoj si laborante dentare dhe ëndra ime është bëhem dentiste këtu në Dentiste? Shqipëri, se kam shumë merak të kthehem. Ke merak të kthesh, çfarë thonë familja për të kthyer? Ja, pas kem qelluar ne me këngën kthehuni të malsorit. Çfarë thot familja për këtë dëshirën tënde për të kthyer, për të dhënë kontributin në Shqipëri në këtë rast si një dentiste, stomatologe thënë ndryshe? Normal, familja ime thot që në Itali ke më shumë shanse bash karrierë, por unë kam thënë gjithmonë se këtu ndihem bashkë në shtëpi. Këto zditja është bre, po këto jam bashkë mirë. Kur të pyeta, kur të kthesh në Itali, mirë këtë gjubletën e mora, apo thjesht e veshe nga zonja e natyrisht të dha veshjen, që na ka krijuar dhe këtë kontakt që unë e falenderoj shumë, dhe apo thjesht e veshe më pas e hoqe, ka që ishte për eventin dhe e le përsëri? Jo, gjubletën, me thënë drejtën, nuk e pritësha me e vesh të shpejt, sepse gjithmonë kam pa fotot e nëndajs teme, kur isha e vogël, me gjublet, dhe gjithmonë me ka pëlqyer, po frymëzimi kje fakti që vjetë shkova me pa Miss Bjeshka 2025, dhe mora forcën për t'i nisë prezentimin. Bukur shumë. Përmendë në ndajen në këtë rast i bie të jetë nëna e mamit, apo ja? Po. Kështu si që thuhet, si që themi në Shqipëri. Mirë, ajo jeton në ndaja? Po. Ashtë nga ju. A ishte aty? Tek logu i Bjeshkës? Jo, sepse e kisha shumë marak të ishte, por rruga kje pak e vështirë për këtë mosh. Çfarë moshe është? Ashtë 10 vjeqa. 80, u boft 100. Dhe në këto momente, vetëm për nëndajën tënde, ti je aty, qika e nëndajës, edhe po i transmetojmë edhe ca pamje vetëm për nëndajën tënde, ku ta shikoj në YouTube, mere në telefon ose aty në kompjuter, zmadhoja sa më shumë ta shikoj e qartë, sa bukur ka shkëlqyer mbesa e vetë. Shumë faleminderit. Këtë rast, Stacey. Po nëndaja ka gjublet, ka pasur? Po, ka pasur gjublet, por e ka shit, se si që dini në ata por nuk shkoj ma. Po. Dhe me ta shumë kesh, se kishë shumë dëshirë ta vishe, e nëndajës. Ore, ku e ka shitur, se ndoshta na dëgjon dikush, ta kthejmë. Të shkëm ta, nuk e di, besoj dhe ti vesa pare kishe dhënë me ja blejt atë gjubletën e nëndajës. Mirë, ku të kthesh në Itali, Stacey, më thuaj, si do t'ja shpjegosh, për shembull, italianëve, shoqeve, shokëve, italisht, si mund t'ja thuash për gjubletën? Keni folur ndonjëherë për shembull për këtë veshje, që tashmë e njeh krejt bota që është veshje e grave, e zonjave, e çikave malsore tona shqiptare? Po, atëherë, paka shumë ja kam shpjegua para se mu nis. Por gjithmonë është pak ky amfi që atje nuk e kuptojnë dhe mund qeshim me këtë gjatë. Dhe me thanë, ka qurela ti herë, nuk janë bashkë në Itali, nuk shkojnë heq kjo. Kesh, dhe me thanë, tradicione. Po, do me thanë, në pamjen e pare marrin pak kështu si me shaka, por skerci, si thonë italianët, pak si skerci, po pastaj ku mësojnë dhe lexojnë për të, sepse në fakt sa di unë, besoj ti do na shpjegosh tani, sa orë është dashur, sa kohë është dashur të rregullohesh ti, ta veshësh gjubletën, sepse gjubleta ka edhe atë vështirësitë e veta për të veshur, për të kombinuar më pas. Sa kohë të mori ty? Atëherë,
ju publiku keni pa logun që ke vetëm i ditë. Po. Kurse na vajzat e kena përjetua për 3 ditë. I ditë për provat, i ditë për flok, që mori një 2 orë, po them. Dhe për me vesh gjubletën, pakten 1 orë po, duhet i me vesh. 1 orë mu veshë, e sa orë më pas e ke mbajtur veshur, sepse është pak e rëndë, se mos kur është verë, e trash pak thë ndryshe dhe kur është nxehtë. Po. E ke mbajtur, sa kohë e ke mbajtur më pas, sa orë e ke mbajtur veshur në kohën e këtij aktiviteti? Ja u thon drejtën, një 5 orë besoj se po, 5 orë. por nuk i kam dije fare. Nuk e ke ndier fare, ë? Jo, nuk e dija ishte emocioni ose që ishte, por e kisha frigën se gjubleta është shumë e rënë. Dhe kisha frigën jo kam nxehtë, jo nuk mund ta mbaj, se unë jam shumë e dobët. Po? Por ju them drejtën e kam majt shumë mirë dhe nuk i kam një fare këta orë. Stesi, nëse do të kishe ndonjë ofertë, për shembull në Itali, për të qenë në një pasarel, në Itali, ku jeton në Itali konkretisht, në çfarë qyteti, çfarë Në zonë? Milano. Aty ku është fashion, edhe do të thonin që ti të visheshe me një element kombëtar tëndin nga Vjen, nga Shqipëria, a do ta zgjidhe përsëri gjubletën për ta veshur pikërisht në një fashion në Milano? Absolutisht. Do ishte shumë interesante. Po. Do ishte shumë bukur. Mirë, ti nuk e ke për momentin një gjublet, doja ta kisha, kërkoja atë gjubletën e nëndajës që e ka shitur për halla dhe probleme. Po. Dhe ishte kemë krenari shumë e madhe, për gjithashtu dhe gjubleta ime ke krenari, sepse kam pas brezin e Fatimes Sokolit, që jam kenë super krenare. Si ke pas brezin e Fatimes Sokolit? Po. Ku e more atë? Rita, Rita. Rita, përsëri kjo zonja. Shumë për mua. Sa bukur. Fatime Sokoli, një super artiste. Po. Sot nuk jeton më, por jeton vepra saj, muzika e saj, krenaria po jo. Ku e kishte marrë, mo nuk e dia këtë, ku e kishte marrë këtë element, Rita e kishte ruajtur si duket. E ka veshur ajo kohë më herët. Nuk e di, ju thëm drejtën, besoj se po, por fakti që kje kaq nuk kje e ranë gjubleta ime, kje e thjeshtë. E thjeshtë më e lehtë. Ndoshta për këtë arsye nuk u vlerësua shumë, sepse nuk u shifte fakti që kje Fatime Sokoli, por unë që e dija kje shumë krenare. Po pse nuk e more mikrofonin ti të thuash, po shikoni këtë element, sepse është artistës Fatime Sokoli që kam vënë. Mirë, në fakt je dukur shumë bukur. As nga gjithë veshja, more diçka me vete, ta dhanë diçka me vete, apo jo? Për shembull ajo shamia dhe ajo shamia të shkon, si quhet ajo shamia që vihet në kokë? Dikush e vendos në përparse, si përparse. Vetëm shamin që ktheva me ta e kam këtë. Ke aty, ta shikojmë pak? Po, kjo, do e maj për të tim. Sa e bukur. Këto shamia që përdoren shumë e bukur. Pakte një element e pas ke marrë. Mirë, imagjinojme atë shamin të kërcesh të këndosh volare, kantare në italisht. Do ishte shumë bukur. Ti e shikon të ardhmen tënde, e shikon edhe në mod, në pasarela, apo e shikon si një dentiste e zonja? Më falë? E shikon të ardhmen tënde edhe në mod, në pasarela, edhe si modela, apo vetëm si një dentiste, stomatologe që do të kthehesh nga Italia në Shqipëri? Unë mendoj se faktin që dua mu ba dentiste nuk kondicionin të fakti që ndoshta kam në jander, por i tash vetën është shoh si dentiste, se kjo është gjaja e parë, gjaja kryesore. Të mësoj të bahem njeri i shkolluar, por nuk i dihet jetës. Nuk i dihet. Dhe urojmë që jeta jote natyrisht të jetë mbushur me gjëra të bukura dhe na gëzon fakti që
ty të pëlqen që të flasësh edhe për traditat, në këtë rast për veshjen e gjubletës. Tërgoja mirë italianëve për gjubletën dhe jam i sigurt që ato shoqet e tua italiane do të kërkojnë ta blejnë një gjublet, mendoj, ose ta veshin një herë. Dhe jepe me qëra, moj, bëj pak biznesat e nëse e merr gjubletën. Dhe zëmos gjubletën e nëndajes, se kërkojmë gjubletën e nëndajes së Stacyt. Faleminderit shumë, shumë suksese. Edhe përshëndetje shumë familjen tënde edhe nga ana jonë. Dhe gjithë të mirat ishim drejt për drejti me një bukuroshe me një Miss Stacy Gruda, e cilën në fakt la Italinë për ca ditë.